bashkëtetarë, nxënës e mësimdhënës, të nderuar dhe ju të pranishëm, mirëdita. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur në festën tonë të përbashkët, ku sot ne, nxënësit dhe shkolla jonë, kemi kënaqësinë që të presim në vatrin tonë, në shkollën tonë, bashkëtetarët tanë nga Gjermania që të gëzojmë e festojmë, e nga zemrat e gjithë një zëri, mirë se keni ardhur ju urojmë. Nxënësit e shkollës sonë, së bashku me nxënësit musafir, për të gjithë ne kanë përgatitur një program të begatë me këngë, valle e recitime. Para se të vazhdojmë programin, fjala i takon drejtorit të shkollës, zotëri Mustafa Bardi, që të përshëndes dhe t'ju urojë mirëseardhje mysafirëve. Fjala për ju drejtor. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar kolegë, të nderuar miq, të dashur nxënës të shkollës sonë. I nderuari profesor Lërzim Çollaku, i nderuari zotëri Eta Kasumi nga Ministria e Arsimit të Republikës së Kosovës, të nderuar miq të tjerë që jeni pjesë e grupit të profesor Lërzim Çollakut, i nderuari mik i shkollës sonë zotëri Rifat Luka, i cili para pak ditësh ka bërë inauguracion shumë të madh për shkollën tonë, në Rifati është nga origjini i krajës, ndërsa jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të nderuar të pranishëm, kemi nderin dhe kënaqësinë e veçantë për pesë musafirë të çmuar nga shkolla shqipe në Gjermani. Kjo vizitë është një moment i rëndësishëm bashkëpunimi dhe një dëshmi e lidhjes së fortë që na bashkon për tej kufijve. Një falënderim i veçantë shkon për profesorin e nderuar Lërzim Çollaku, i cili me përkushtim të madh po mban gjallë gjuhën shqipe në një vend ku ruajtja e saj është një ndër sfidat më të mëdha. Puna e tij është frymëzim për të gjithë ne, një shembull i vlerave që duhet ta mbrojmë e të përcjellim tek brezat e rinj. Të nderuar të pranishëm, për të ardhur te kjo ditë, qoftë në vendin tonë, qoftë në Kosovë, çdo kush ka dhënë kontributin e vet. Dikush ka qenë në luftë, dikush ka shkruar diçka, por kontribut të veçantë po japin edhe këto nxënësa sot që na kanë sjellë shqiponjen, na kanë sjellë veshën kombëtare, na kanë sjellë traditën tona dhe na diftojnë se ku janë rrënjët tona. Për këtë duhet të jemi krenar dhe mirënjohës për këtë përpjekje, sepse gjuha është identiteti dhe ura që në lidh në rrënjët tonë. Të nderuar miq nga Gjermania, prindër, ju uroj mirëseardhje të përzemërt në shkollën tonë. Shpresojmë që kjo vizitë të këndshme, frytëzënëse dhe të shërbejë një hap i betejshëm drejt bashkëpunimeve të reja në të ardhmen. Faleminderit dhe kaloni gëzuar. Falenderojmë drejtorin për fjalën e tij. Nga mysafirët për të na përshëndetur, fjala i takon zotëri Lërzim Çollaku. E ftojmë në skenë. Të nderuar drejtues të shkollës, i nderuar drejtor Mustafa Bardi, të dashur mësues dhe nxënës, i dashur zotëri Rifat. Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë për mua të jem këtu, në shkollën tuaj në Ulqin.
Për herë të dytë po bashkëpunojmë së bashku dhe çdo herë dihemi të mirëpritur me një mirëpritje që është me vërtet e papërshkrueshme. Një duatrokitje e një lutem. Ky bashkëpunim mes nxënësve tanë nga Gjermania dhe nxënësve tuaj është një pasuri shumë e çmuar. Është një lidhje që ndërtohet me zemër, me respekt dhe me dëshirë për të mësuar nga njëri tjetri. Nxënësit e mi janë fëmijë të familjeve shqiptare që jetojnë në Gjermani prej Brezash, Brezi i dytë dhe i tretë. Dhe kjo vizitë për ta është më shumë se një udhëtim. Është një rikthim të rrënjët, një përjetim i gjallë i kulturës dhe identitetit të tyre. Gjatë kësaj jave kam përjetuar shumë gjëra të bukura, por vizita në shkollën tuaj është padyshim edhe them me plot zemër kulmi i kësaj eksperience. I dua trokitje shumë. Besoj fort që ky bashkëpunim do ta zgjerojë edhe më tej në të ardhmen, përmes vizitave të ndërsjella dhe projekteve të përbashkëta. Ju falenderoj nga zemra për mikpritjen dhe për këtë përvojë të paharrueshme. Ju falenderoj shumë. E falenderojmë zotëri Çallakun me një duartrokitje. Programin argëtues e filloj me korin e shkollës tonë, të cilët para jush do të sjellin këngën, kur vjen fyelli dhe çiftelia dhe doli goca në penxhere, përgatitur nga mesindënësi i muzikës Ardenika. Yes,
I falenderojmë Nxënësin si dhe Mesindënësin. Ju lut për një duar trokitje. Për të na kujtuar rënjën tona, nxënësia e klasës së 5, Regina Regja, do të interpretojë disa vargje kushtuar kombit dhe Atenit. Ftojmë në skenë. Ku vendoj me urtësi në gjithë trojen I shkoj zoni gjërsa shpalli pa parësi një shqipoj vume në flamër larë me qak sa lagën e det për të trimat shumën kur qak I tyre rjendër det flamër ju Vallon në botë, mërgjimtare diferent, jem një tormën tokës tonë, qëlliri ta gëzonë. Nga ulqini jam, Hileriana Lozënjare, në Shkodër e ndalë rëktimi, me dardane prigje male, pres njërit të boletinit. Jam Albana, Vajza qame, marigon takojnë në vlorë, sot e qenë kam flamurtare, këngën Shqipe, kam në gorë, faleminderit. E falenderojmë Regine. Nga poezia tashme kalojmë te muzika. E bukura e kësaj dite dhe e këtij organizimi është sepse ky program është përbashkët me vëllezërit dhe motrat tona, të një gjuhe e të një kombi. E tani, rradha ju takon
cilët sjellin për ju vallën kosovare. I presim me një duar të rritje.
ju. Ju ftoj ta ndiqni. Në frezën tili, a ishë pjetër e a ishë pjetër. Dhe po flistin për një halë vjetër, a ishë pjetër e a ishë pjetër. Si Shqipënia o dhe vogër, për shqiptarë, sa një gogër. Venet shenjë e mos të zgjasë, spresi pro, Shqipnin e mosë. Morëm shenjë, një lamë shumnashë, nisë në motën preves tashë. Mirë po lamë shru kam herë, sa kanë rritë shenjtin që vrejë. E nesër mama s'po zgjallë, si me ma që minë e gradë. Penik nashët është maru, frikë kalon treshi manku. I kanë prek rytë, kur një kanë hu. E ma t'lesh kanë poj dredjallë. Qyrësu matë me dredjallë, as një pumës në shkon për smari. Se sa njësim një putre, t'par që e prishim një minë. Trosh dy fjallë, qitë kopit marë, sy nër sy, një thandeshta, masër mlidhen dy shqiptarë, se sa mlidhen një thesë me bleshta. Faleminderit. Falenderoj Marenci, pas këtyre vargjeve të pavdekshme, radhën e ka vallja. Mysafirit tanë do të prezentoj për ne vallën e radhës. Vallën me motive nga shala e Bajgurës, si dhe me këngë korale Udhëtimia. Ju ftoj ta ndiqni.
plot e bujar. Mbi këtë dhe që e kam si thej, e kam vatan, e kam atë. Që gjysh tër gjysh, që brez pas brezi, që gjithmonë, unë jam këtu. Po, vendin tim e dua, lirin e dua, e zdua zot mbi mua. Unë jam këtu, se jam këtu, kur s'kish njeri, kur s'kish kuthia s'këqineri, kur nga një det në tjetrin det isha zot vet. Unë jam këtu nga monti kur vet zoti e bëri fushën fush, e malin mal. Unë jam këtu e do të jem, dem baba dem, gjersa mali të bëhet hi, e hiri mal përsëri. Unë jam këtu. Por para se ta mbyllim, na lejoni që të ftojmë në skenë drejtorin e shkollës sonë, i cili do të ftojmë nxënësit mysafir, për të cilët disa nga nxënësit kanë përgatitur nga një dhuratë simbolike për të krijuar dhe për të ruajtur lidhje shoqërore e kombëtare. Të dashur miq, profesor Lërzim Çollaku, ju lutem që të vini këtu. Kam kënaqësinë të ftoj nxënësit të shkollës fillore Bedreja Lezaga të vinë në skenë. Që kam përgatitur nga një dhuratë për nxënësit mysafir. Dhuratat i kem përzgjedhur nxënësit vetë dhe secila dhuratë kanë shkruar emrin dhe mbiemrin e nxënësit të shkollës sonë, numrin e telefonit, adresën e Facebook dhe në Instagram, me qëllim që Falenderojmë ata të cilët pa u lodhur qëndruan pas nesh dhe të gjithë së bashku bëm të mbrojtur realizimin e këtij programi modest. Në veçanti, falenderojmë mbështetjen më të madhe tonë drejtorin Mustafa Bardi,